Në radhë parë, ajo çfarë është e qartë është që presidenti Osmani nuk I ka ushtruar kompetencat e saj kushtetuese, përkatësisht ka bërë shkelje me rastin e mosemërimit të anëtarit të mbetur të KQZ-s, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të mos e pranuar rastin e saj. Në këtë drejtim, afatet e përcaktuara ligjore tashmë janë shkelur, dhe për mua ka qenë pa kuptim se si presidentja në ditët e fundit të mandatit të saj nuk I ka ushtruar një kompetencë e cila është kompetencë ekskluzive e saj. Derisa tani, kur kemi ushtruese të detyrës së presidentit të vendit, besoj që situata mund të komplikohet edhe më tej, sepse meqense zonja Haxhiu, edhe pse është ushtruese e detyrës, ajo vjen të ketë pozitë edhe brenda lëvizjes së vendosje, por edhe si kryetare e kuvendit. Në rast të një emrimi I cili nuk do të ishte në përputhje me praktikën dhe legjislacionin në fuqi, sipas të cilit anëtari I dytë I takon në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, meqense modeli që aplikon Kosova është model strikt I përfaqësimit, ku nuk merret parasysh proporcionalitetin kuvend, por nuk ka rëndësi se sa deputet ka një subjekt politik, përsa kohë që kualifikohet grupi parlamentar si I tillë, atëherë automatikisht edhe ndarja e vendeve bëhet në të njëjtën formulë. Derisa në rast se zonja Haxhiu do të nxjerrë një vendim për emrimin e anëtarit të tretë në këtë rast të lëvizjes së vendosjes, unë besoj që lehtësisht kjo çështje do të përfundojë në gjykatën kushtetuese, gjë që në radhë të parë rrezikon që ta minoj edhe më tutje kredibilitetin dhe besueshmërinë e publikut ndaj KQZ-s. Dhe në anën tjetër, padyshim do të ishte një indicje se pozita ushtruesit të detyrës së presidentit do të mund të përdorej për të shtyrë përpara agjendën partijake të cilës I takon në fakt edhe vetë zonja Haxhiu, pa dashur që të spekulojmë mbi vendimarrjen e saj. Sipas vlerësimit tonë, vendimi vetëm I lehtëshëm dhe konsistent me atë çfarë ka ngjarë deri më tani, përfshirë edhe rastin e vitit 2021 kur kemi qenë eksaktësisht në të njëjtën situatë, pra kur ka pasur më shumë propozime se sa që ka pasur vende të mbetura për të ndarë brenda KQZ-s, presidenti Osmani, ngjashëm si paraprakisht presidenti Thaçi, edhe më herët presidenti Ajajaga, kanë emëruar anëtarët e KQZ-s sipas modelit strikt të përfaqësimit, dhe që I njëjti garanton një lloj besueshmërie më të madhe në fakt në KQZ-n, sepse KQZ-ja nuk është kuvend në miniaturë ku reflektohet balanci politik, por është trupe e cila do duhet që të paraqitej edhe në sytë e publikut si trupe pavarur dhe e cila administron në mënyrë të paanshme me procesin zgjedhor. Në këtë drejtim, gjykata kushtetuese në rastin e ushtruesit të detyrës së presidentit Jakub Krasniqi pati nxjerr në atë periudhë një opinion përkatësisht vendim sipas cilit ja njeh të gjithë diskrecionin e plot kushtetues ushtruesit të detyrës së presidentit për gjithë gamën e vendimarrjes që ai përfaqëson, sipas nenit përkatës të kushtetutës. Që I bie se në këtë rast nuk ka asnjë modalitet tjetër përveç se zonja Haxhiu të jetë ajo e cila emëron anëtarin e mbetur të KQZ-s dhe e kompleton përbërjen e këtij institucioni, por ajo çfarë mbetet të shihet është nëse do të ndiqet praktika e drejtanishme dhe kuadri ligjor, apo do të kemi një vendim I cili lehtësisht do të mund të përfundojë në gjykatën kushtetuese.